e familjes dhe vlerave të saj, në përmbysjen e librave të shenjtë dhe moralit të tyre, në përmbysjen e të drejtës prindërore për edukimin e fëmijës së tij, në përmbysjen e çdo standardi të njohur gjerësot. Theksoj dhe ritheksoj 1000 herë se kam qenë, jam dhe do mbetem i paepur në bindjet e mia dhe në programet e partisë për barazinë midis burrit dhe gruas, për barazinë midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllait. Por pikërisht kjo barazi sot zhduket, sot merr goditjen me fatale, sepse kjo barazi e bazuar në binaritetin. Grua dhe burr, femër dhe mashkull, nën dhe baba, tashmë transformohet në përkatësi të shumë fishta gjinore. Tashmë transformohet në gjini me diversitet të gjerë. Gjini me diversitet të gjerë. Duke përmbysur kështu Kushtetutën e Shqipërisë, nerët themelore të saj, të lirive të drejtave të njeriut, të lirisë së besimit, të drejtave të prindërve mbi fëmijët e vet, përmbysur kodin e familjes dhe kodet tjera, të dashur qytetar dhe qytetare. Ky ligj i doktrinës post-marksiste, ekstremit të majtë më të rrezikshëm të kohrave, sepse Marksi nuk shkoi në përçudnimin dhe transfigurimin e familjes. Marksi përcaktoi shkatrimin e pronës private për ndërtimin e njeriu të ri. Kushti i Marksit për njeriu në ri ishte njeriu pa pronë. Kushti post-marksizme për njeriu në ri është njeriu pa familje. Qytetar dhe qytetare, sillet në emër direktivave të Bashkimit Evropian. Ekspertë të shquar kanë pohuar se nga 10 direktiva të Bashkimit Evropian, në asnjërin prej tyre nuk flitet për përkatësi të shumë fish gjinore. Në asnjërin prej tyre nuk flitet për gjini me diversitet të gjerë, në diversitetin e tyre. Një gazetar më tha se ambasadori Gonzato ka kërkuar votimin e ligjit. I kërkoi të nderuarit ambasador të nxjerrë cilat direktive Bashkimit Evropian e kërkon një gjë të tillë. Të nxjerrë cilat direktivë tu thot shqiptarve se direktivat janë aty. Sepse ky ligj nuk ekziston, është hedhur poshtë, nuk ekziston në 21 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse ky ligj është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese franceze në vitin 2016. Sepse ky ligj de facto u mohon prindërve të drejtë e edukimit të fëmijëve të tyre të bazuar në dhuntin që u ka dhënë Zoti vajzë ose djalë, apo natyra për ata që nuk besojnë Zotin. Sepse ky ligj gjobit udhëheqësit fetar shpirtëror
në qoftë se ata besimtarëve do u parashtrojnë mësimet e Kuranit, Biblës, Talmudit, sepse ky ligj de facto në shoqërinë post-marksiste të shtetit post-marksist godet familjen, godet identitetin familjar të bazuar në binaritetin biologjik. Pra, çfarë kanë bërë ky grup sorosianësh që ka pushtuar shtetin shqiptar, edhe ajo që erdhi e rritur, e mkëmur dhe pasuruar familjarisht me fondet e monstres njerëzimit George Soros. Dhe tani, këtë ligj kërkojnë ta votojnë në ora 2 të natës. E kanë vendosur në pikën e 17, në pikën e nedis në pikën 17. Këtë ligj, i cili de facto përmbys kodin e familjes Republikës Shqipërisë, kod që sankcionon se familja bazohet në gruan dhe burrin, në nënën dhe babajt, por tani duhet të shkruhet në përkatësi të shumë fishta gjinore në gjinit me diversitet të gjerë. Ky ligj hap rrugën krijimit fermave të grave, të cilat do të lidhin fëmijë të askujt. Është vazhdimi i ligjit që refuzuam këtu në parlamentin tjetër. S'ka ndodhur ndonjëherë që komunitetet fetare të vinë ta protestojnë me aq zemërim para parlamentit si sot. Por i ktheni kushtetutën ateiste të Enver Hoxhës dhe po jepni ngjyra europiane. S'ka asnjë lidhje me direktivën europiane. Asnjë lidhje. Dhe ata që e paraqesin u kërkojnë njerëzisht dhe thonë cila është direktiva. Ku shkruhet në dokumentet e Bashkimit Evropian përkatësie shumë fish gjinore apo gjini me diversitet të shumë, të gjerë. Në cilin dokument është i shkruar kjo? Në asnjë. Duhet të marrin rastin e veçantë t'ja imponojnë shoqërisë. Edhe ai që ka mbrojtur ligjin, edhe ai ka patur historinë e tij familjare, ka bërë ndryshimin, ne respektojmë orientimin seksual të gjithë secilit, por ne nuk përmbysim shoqërinë. Kur për këtë? Kjo që i bëni ju, a e di pse i bëni këto zotëri? I bëni për të shpëtuar se jeni mafja më e rrezikshme në Europë dhe ata të cilët duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. A e di pse e bëni këtë ju? Se jeni hajdutët më të mëdhenj në Europë dhe ata që duhet t'u denancojnë ju për shkak të këtij ligji ju mbrojnë ju. Faleminderit zoti Berisha, koha mbaroi. Fjala 10 minuta pro dhe 10 minuta kundër kalendarit. Është për kalendarin, ju bëhet një diskutim për një pikë të rendit ditës, por gjithsesi ta keni parasysh për tjetër që është thyerje rregullore. Zoti Balla ka fjalën për mendimin